Policia e Shkodrës ka arrestuar brenda pak orësh autorin e dyshuar të 2 tentativave për vjedhje me dhunë, të kryera në kërcënimin e thikës në një filial të postës shqiptare dhe në një subjekt tregtar. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe ndjekjes intensive, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me sektorin për krime të rënda në mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponja dhe në ndrejtimin e prokurorisë Shkodër, finalizuan operacionin policor të koduar reagimi. Në kuadër të këtij operacioni u identifikua dhe u arrestua shtetasi MM, 24 vjeç, banues në fshatin Guci e Re, i cili u gjet i fshehur në tavanin e banesës së tij në përpjekje për t'u shmangur arrestimit. Sipas policisë, mbrëmjen e djeshme në lagjin Vasil Shanto, 24 vjeçari ka tentuar të vjedhë me dhunë një filial të postës shqiptare, duke kërcënuar me mjet preros. Gjatë largimit ai ka thyer xhamin e sportelit dhe është larguar me një biçikletë të vjedhur. Pak minuta më pas, dyshohet se ka tentuar sërish të kryej vjedhje me dhunë, po në kërcënimin e thikës në një market në lagjen Fahri Ramadani. Gjatë arrestisjes në lagjen Skënderbeg ka vjedhur edhe një biçikletë tjetër. Gjatë kontrollit të banesës së tij, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 biçikleta të vjedhura, si dhe disa prej rrobave që dyshohet se janë përdorur gjatë kryerjes së veprave penale. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprat penale, vjedhje e bankave dhe arkave të kursimit, e mbetur në tentativë, vjedhje me dhunë, vjedhje edhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta.